Ju përshëndes të dashur miq nga fshati 3. Këtu vim sot për të sjellë urime të bukura në rastin e 75 vjetorit të nënës Firdes. Këtu na kanë dërguar fëmijët të cilët ndodhen larg. Shkojmë ta surprizojmë. Përshëndetje. Po sa po vrasi, mas kush na dëgjon. Mirë se ju gjejmë. Mirë se ju gjejmë. So, what do you think I should do? Atë janë vedavës, më zgjidhni. Si kalon? Të ty do të Mirë se ju rëgjë. gjej. I love that. Mirë. Zonjë me kim? Square. Edhe 100 vite. Mirë se përshëndetje. Si kalon vajza? Po sa vajza bukuroshe? Mira me ble, na e banë. Oj, vi, unë të kushe ato vësi. Hajde ulu pranë bashkëshortit aty. Unë këtu pas plaku të të bëj. Se këta vinë dhe ikin, atë ke? Ta dish? Sot, ka të ditë e pesë. Si ndjesh në këtë moshë? Mirë. Ta njëzit, a i ke në këtë moment, apo i ke gjithmonë? Shpim plot. Sot në edhe të vete Edhe jo të ti ikur, do me thënë. Ta ndaj them, shikoj e bashkëshorti se mirë. Se të ri televizit. Ashtu mundohemi po qonë plaka. Televizit të ri, se kështu që... Ti edhe një emër kush na ka dërguar. Po i di me... Për vajza ta? Vajza po. Vajza jote. Ku e ke? Albana dhe Mira të dy e kanë bërë Të surprizë. dhja. Po ku janë, ku jetë? Po njëra Amerikë, njëra Australi. Sa fëmijë ke ti? Unë kam 5. Kemi po gjopë. Lumë si ju, në nga ty. 4 çupa. Prandaj unë i qua i eronjë prindri që kanë kaq fëmijë. Njërën në Amerikë, njërën në Australi. Po sa larg. Po i kemi. Atje kanë... Ati e rafati. Ati është fati. Mirë, dëgjoj, i ka rëfati mirë, kështu që Majta i pas njëre. sa mirë. Të pak që ta dish se si jetojnë. Jo, i kam parë. Si tu pash, Edhe e Australisë larkë është po mirë është. Më dëgjoj pak të Kartolinë Urini. E dashura nënë, gëzuar ditë lindjen e 75. Sot feston, 75 vite, plot dashuri, sakrifica, urtësi dhe përkushtim. Edhe pse nuk mund të jemi fizikisht pranë teje, në këtë ditë kaq të veçantë, zemra ime është aty, duke të përqafuar fort. Jam pafundësisht mirënjohëse. Shëndet të mirë të keni nga do që tjene. Ti e kursa ime, frymëzimi im dhe bekimi më i madh në jetën time. Çdo mësim, çdo këshilla dhe çdo përqafim i yti më ka bërë njeriu që jam sot. Uroj që kjo ditëlindje të të sjellë shëndet të plotë, qetësi në zemër dhe shumë gëzim. Shëndet të mirë të keni. Vite që vinë, të jenë të mbushura me dashuri, buzëqeshje dhe momente të bukura pranë familjes. Që përpej se Të duam shumë nënë. uronin. Mira, Marina dhe Edi. Ato janë. Ato janë. Gëzuar 75 vjetorit. Me urinën e tyre bashkojnë patjetër edhe unë. Zoti shëndet të Mbaj t'japë si edhe të bukur. Roshi falenderit. Ana i pe fotot apo zemra e një nene, është ndjesia që i gjetë. Rosh. Se mos a i ke parë foton. Jo, bre, unë i di. Do me thënë është ajo, Unë i shirja e nene. I ka larkë. Një lule në vasa, Rosh, ka dhe pranvera, pranverë të gëzuar. Do e mbjellësh pak më vonë, letëri edhe pak. Zoti shëndet Në emër të tyre, Roshi edhe një të falenderit. qafim do e japë, në emër të vajzave. Edhe 100. Gëzosh. Rosh falenderit. Shumitë dhe shëndet. Po për babaj? Babaj s'ka 8 mars, po ma Babaj. prozon. Ti në do që se pium, pëndaj këtë. Faleminderit, shëndeti keni dhe zene mirë të digjojmë. Roshi. Apo do i bëni vetë? Ma i ke mbaruar adetet, unë jam dhe vetë. Me kurbanë, na. E 100 të vesh. Rosh shpirtin në zoti shëndet në të japë. Tasën e fnive.
Ulla ca vlaket se mos më dhe dhe qushi më. S'më ka ikur. Kënaqësi që sjellurime kaq të bukura. Roshi, Dhe ta tisova vajzat në një Roshi, falenderit shumë. Të shpejtë nga Po ana të jote. shëndet me ty. Ju falenderoj pa mas. E i thoshte ky çuk kish kur foli, ishte me se largo i thoshte. Shëndet, gjithë mira, gjithë mira.